Çdo fenomen që ndodh, sidomos fenomen shqiptar, se fenomen global nuk më intereson shumë, po flas për fenomen shqiptar. Çdo lloj që ndodh unë i bëj pyetje vetes pse. Se unë pyes veten, nuk pyes njeri. Pyes veten dhe mundohem të marr përgjigje në vetja. Edhe ndonjëherë s'kam dhe gjumë natën, se ajo pseja më mundon gjumë derisa t'ja përgjigje. Ndoshta mund t'i jam përgjigje të gabuar, po unë kënaqem me përgjigjen që jap vetë. Dhe një nga pset që më ka munduar kohët e fundit, ka qenë një fenomen që shumë burra këtu në Shqipëri e kanë mbushur trupin me teneqeqka, po bëjnë koronare, po bëjnë shtesa, tubet i shtojnë me teneqeqka, po ca po hapen fare, e hapin zemrën, bëjnë bypass që i thonë këtyre gjerave, po me zemrën. Mi po mua më vjen pyetja pse burrat? Pse pikërisht burrat dhe jo gratë? Se unë këtu ku jam nuk kam dëgjuar një grua të bëj koronare apo të bëj bypass. Ka dhe gra. Jo mund të ketë, po ka, po janë me gishët e dorës. Burrat janë masivisht. Pse? Edhe unë një natë, s'po më zinte gjumë, i thash unë pse ndodh kjo? Dhe përgjigja ime ishte se mos vall, këta burrat nuk janë me si qishin, do me thënë, u kam mbaruar potenca, nuk janë me potent, dhe nuk e ndezin dot kandilin. Dhe qa bëjnë? Tentojnë të ndërrojnë vajgurin kandilit. Edhe ndërrojnë vajguri dhe mendojnë se mo ndizet kandili. Mi po kandilit, se ka fajnë vajguri e ka fajnë kandilja i nuk ndes. Këta një pjesë që u ka humbur potenca, duan të ben potent. Një pjesë që janë potent, duan të ben super potent. Dhe turren për stimulant farmaceutik dhe bombardojnë trupin me ato gjëra për të qenë potent. Dhe këta janë, për mua, këta burra janë heronjt e